Me të vërtet është për keqardhje me po abuzimin që është duke ju bo institucionit më të rëndësishëm vendit, Kuvendit Republikës Kosovës, nga Albin Kurti tash e 18 muaj. Pra, ndryshojnë skenaret, po qëllimi me të njëjtë. Me abuzu, me keqpërdor, me cënu ranin kushtetues, nuk është ditë e mirë, nuk ka qenë as mbrëm situatë e mirë, për shkak që në mënyrë direkte është cënu ranin kushtetues. Ne dim që lëvizja vetëvendosje edhe Albin Kurti e ka numrin e mjaftueshëm të votave që me zgjedh kryetarin e kuvendit dhe me funksionalizu kuvendin. Mirë po e shohëm se refuzojnë me propozu emër, refuzojnë me funksionalizu kuvendin dhe preferojnë që në vazhdimsi me prodhu krizë politike. Qytetarët e Republikës Kosovës kanë votu për me pos funksionalizim të kuvendit dhe institucioneve, për me pos qeverisje dhe me pos përgjegjshmëri prej neve për institucionet, po edhe për shoqërinë. Pra, kjo që po e shohim që po ndodh në Kuvendin e Republikës Kosovës është tërësisht e plot mungesë e përgjegjësisë dhe e qasjes me respekt për kushtetutën, për ligjen, për rregullorin e punës së kuvendit, ndërsa në anën tjetër është pa përgjegjësi për jetën e qytetarëve, për shkak që qytetarët e Republikës Kosovës në secilën ditë janë duke u ballafaquar me kosto të lartë jetesës, me sfida të ndryshme, në vend që me pos projekte e punë të mirëfillt, me politika të mirëfillta publike, në shërbim qytetarëve të Republikës Kosovës, po e shohëm që ky njeri që e ka numrin më të madh të votave, tash e 18 muaj, prodhon vazhdimsi sfidë e dramë politike, ndërsa në anën tjetër nuk i përgjigjet asnjë kërkese dhe nuk e mbështet në asnjë sfidë qytetarën e Republikës Kosovës. Është për keqardhje, Partia Demokratike e Kosovës ka pas qasje konstruktive, ka pas plan program, ka pas energji dhe si rezultat e energjisë tonë e i rëndësisë tonë që e kemi për institucionet dhe për vendin, kemi qenë sot pranishëm në Kuvendin e Republikës Kosovës, në mënyrë që me mundësu, me u funksionalizu edhe me u kthy normalitetin këtë vend. Faleminderit shumë juve për punën, për angazhimin, për gjitha, sigurisht që do të jemi prapë në komunikim me juve dhe përmes juve me publikun, në mënyrë që të shprehim qëndrimet tona publike në kohë përmes juve. Faleminderit shumë për punën për gjitha. Shumë mirë.